Gjykata kushtetuese në arsyetimin për kërkesën e presidentit Bajram Begaj ka bërë të ditur se ka përfunduar mandati i detyrës së Sonila Bejtjas. Në këtë mënyrë do të nisë procedura për zgjedhjen e zëvendësuesit, procedurë që do ta ndjejë Kreu i Shtetit. Mëtej në vitin 2028 përfundon mandati i 3 emrave të tjerë dhe në vitin 2031 të fundit. Sipas këtij vendimi, ata që marrin detyrën kanë mandat 9 vjeçar. Elsa Toska ka dhënë dorëheqje në shtator të vitit të shkuar, ndërsa kuvendi do të duhet të shpallë të hapur aplikimet për ata që duan mandatin. Ndërsa Olta Zaçaj do të zëvendësohet nga Asim Vokshi që për të marrë detyrën do të duhet të betohet në presidencë. Ndërkaq me vendimin ndaj Sonila Bejtjas, Kreu i Shtetit po ashtu do të hap garën. 3 zëvendësimet e tjera do të jenë në vitin 2028 e përmes këtij sqarimi gjykata kushtetuese shmang përplasjet në vitet në vijim. Rotacioni i plot do të jetë në vitin 2031 me 3 emrat e fundit, ndërsa ripërtëritja do të vijojë në çdo 3 vite. Në dhjetor të vitit 2024 presidenti Bajram Begaj i kërkoi gjykatës kushtetuese të shprehë mbi mbarimin e mandatit të Bejtjas, duke llogaritur refatet nga marrja e detyrës dhe skemën e përsëritjes së mandateve.